Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë një rrëfim shumë të ndjerë, një rrëfim shumë të dhimbshëm. Ka nuse dhe nuse në këtë univers, ka nuse që në të vërtet nga historitë që po tregojnë janë heroina. Dhe historia që do të ndaj sonte me ju bëhet fjalë për një nuse e cila me të gjithë dashurinë e madhe që ka patur për vjerën, ka bërë një lëvizje që rrallë kush do ta bënte. Dhe do kisha dashur që ta dëgjoni dhe ta komentoni këtë histori. Ishte një mëngjes i ftohtë të dimri. Një nga ata mëngjese që duken të zakonshëm, por që fshehin brenda tyre një tragjedi që do të ndryshojë jetën përgjithmonë. Ai doli nga shtëpia si çdo ditë tjetër. Më puthi në ballë dhe më tha: "Mos u vono sot. Të pres për drek." Nuk e dija që ajo do t'ishte hera e fundit që do ta dëgjoja zërin e tij. Telefonata erdhi pas disa orësh, një zë i panjohur i ftohtë që më tha vetëm disa fjalë. "Ka ndodhur një aksident, duhet të vini menjëherë në spital." Nuk mbaj mend si arrita atje. Nuk mbaj mend rrugën, njerëzit, asnjë gjë. Vetëm atë moment kur pash derën e sallës së operacionit dhe ndjeva që diçka brenda meje po thyhej. Kur mjeku doli, gjithçka mbaroi. Na vjen keq. Nuk arritëm që ta shpëtojmë. Bota ime u shëm në atë çast. Nuk bërtita, nuk reagova. Thjesht rash në gjunjë dhe ndjeva sikur toka po më përpinte. Ditë e zis kaluan si një mjegull e rëndë. Shtëpia jon, dikur plot jetë, ishte kthyer në një vend të heshtur, ku çdo gjë fliste për mungesën e tij. Ora në mur dukej sikur kishte ndaluar. Ajri ishte i rëndë. Nuk kisha më forcën as edhe të qaja. Por dikush tjetër po vuante edhe më shumë se unë. Ajo ishte vjera ime. Ajo ishte një grua e fortë dikur, por pas vdekjes së djalit të saj u thye plotësisht. E gjeja shpesh duke qëndruar në errësirë me fotografinë e tij në dorë dhe duke i folur. Pse më le vetëm? Pse nuk më more me vete? Ajo nuk flinte, nuk hante, vetëm jetonte për kujtimin e tij. Dhe një ditë e gjeta në një gjendje që më friksoi. Ishte ulur në dysheme, duke u dridhur dhe më tha me zë të ulët: "Nuk dua të jetoj më." Aty e kuptova që nuk mund ta lija të vetme. Vendimi ishte i menjëhershëm. E mora me vete. Shumë njerëz më thanë se ishte gabim. Ti je ende e re, e ke gjithë jetën tënde përpara. Nuk është përgjegjësia jote. Ajo të kujton çdo ditë të dhimbjen. Por ato nuk e kuptonin këtë gjën. Ajo nuk ishte thjesht vjera ime, ishte një nënë që kishte humbur gjithçka. Dhe unë isha e vetmja që i kishte mbetur në jetën e saj. Jetonim bashkë si dy hije. Zgjoheshim pa dëshirë, flisnim pak, qanim shumë, dhe kishte net kur dëgjoja zërin e saj duke qarë në heshtje dhe nuk dija si ta ngushëlloja. Por me kalimin e kohës filluam që të mbaheshim tek njëra tjetra. Ajo filloi që të më thëriste bij, edhe unë fillova ta ndjeja si nënën që nuk e kisha pasur kurrë. Kaluan vite, dhimbja nuk u zhduk, por u bë pjesë
e jetës tonë. Derisa një ditë ndodhi diçka që nuk e kisha menduar kurrë. E takova atë, një burr i qetë, i thjesht, në mënyrë të butë të folurit. Nuk u përpoq të më fitonte me njëherë. Nuk më premtoi asnjë gjë, vetëm më dëgjonte. Në fillim e refuzova. Si mund të mendoja për dikë tjetër, kur zemra ime ishte ende e lidhur me të kaluarën. Ndjesha fajtore, sikur po tradhtoja kujtimin e burrit tim. Por ai nuk u largua. Qëndroi në heshtje, në durim. Dhe dal nga dal, fillova të ndjej diçka që e kisha haruar. Qetësinë. Kur vendosa të martohesha përsëri, nuk ishte një vendim i lehtë, por sfida më e madhe nuk ishte kjo. Ishte vjera ime. Si do t'i thoja, si do t'a pranonte, në fakt ajo këtë realitet që për mua ishte vërtet një dhimbje. Një natë mora guximin dhe i tregova gjithçka. Ajo nuk foli, vetëm më pa gjatë, me një shikim që unë nuk do ta haroj kurrë. Dhe ditën tjetër më tha, bëj si të duash. Unë nuk kam më vend në jetën tënde. Ato fjalë më shkatruan, por unë nuk pranova që ta lija. Kur erdhi dita e martesës, mora vendimin që shumë kush e quajti të çmendur. E mora me vete në shtëpinë e burrit tim të dytë. Nuk hyra vetëm. Hyra me të kaluarën time. Fillimi ishte i vështirë, ishte shumë i vështirë. Vjera ime nuk fliste me askënd, rinte në një cep e heshtur e mbyllur në botën e saj. Burimi i dytë përpiqej, por shpesh ndjehej i huaj në shtëpinë e tij. Kishte tension. Kishte heshtje që zgjasnin me orë. Shikime që shmangeshin dhe një natë që në të vërtet gjithçka shpërtheu. Vjera ime filloi që të bërtiste, ti më zëvendësove djalin tim. Si munde? Unë nuk durova dot më. Dhe i thash askush nuk mund ta zëvendësoj atë, bërtita me slotësh. Ai është pjesë e imja, por unë jam gjallë dhe duhet ta vazhdoj këtë gjë. Ajo ul në tokë dhe filloi të qaj si një fëmijë. E unë ula pranë saj dhe për herë të parë qam të dyja së bashku. Dhe ajo natë ndryshoi gjithçka. Ajo filloi të më kuptonte, filloi të më shihte që nuk e kisha haruar djalin e saj, po që përpiqesha të jetoj me mungesën e tij. Edhe burri im i dytë filloi ta pranonte më shumë këtë realitet. Filloi të fliste me të, ta ndihmonte dhe ta respektonte dhimbjen e saj. Sot jetojmë të tre në një çati. Nuk është një jetë perfekte, ka vende dhe ka ende ditë të vështira, ka ende momente kur heshtja bëhet e rëndë, ka ende lotë që rrjedhin në fshehtësi, por ka edhe diçka tjetër, forcë, durim dhe një dashuri që nuk ka nevojë për fjalë. Vjera ime shpesh më thotë, ti nuk je vetëm nusja ime, je vajza ime. Dhe unë e përqafoj fort, sepse në këtë jetë kam humbur një burr, por kam fituar një familje në mënyrën më të dhimbshme të mundshme. Dhe ndonjëherë kur bie nata, e shikoj fotografinë e tij dhe i them me zë të ulët, mos u shqetëso.
Nuk e kam lënë nënën tënde vetëm, edhe kur nuk do ta lë. Në fakt, këto janë fjalët e kësaj nuseje e cila me shumë lot i ka shkruar për jetën e saj dhe mu them që nuset e këtilla në thelb janë heroina.